Unë nuk bëj biletën të vi që andej këtu për të qenë thjesht një numër që mora pjesë. Nuk funksionon kështu. Unë kam ngel shumë keq dje kur u dhanë çmimet. Në krahun tim, ndoshta nuk e njihni, është një nga imprenditorët shqiptar që jep punë 350 familjeve dhe ju nuk dhatë një premio. Është një person që është bërë vetëm, e ka filluar nga zero, Astrid Poti. Dhe nuk pash të pak të t'i përmëndaj emri. Ju jeni largë realitetit, plasë për politikanët, jeni largë realitetit, ju nuk jeni afër me ne. Zotrin do marrë unë përsi për t'aftojnë program për historinë e ti suksesit. Shiko, a i nuk ka nevojt jeti njojtur sepse realitetin e ku jetojmë, ne dim kush nga përfajsojnë, ne dim kush është në shërbim të komunitetit, ne dim atë që bën se cili prej nesh, po jemi pa përkraje. Dhe ku nuk të përkra shtetë ytë, kur ti nuk jep kontributin në shtetin tënë. Unë për Italin jam më e përgatitura, po jam thjesht një huaj, dhe pse jetoj 27 vita ndej, dhe pse kam cittadinancën. Nuk ka punë, ne duam të kthehemi në vendin tonë. Dhe këto panelet e ndara nuk janë mirë. Ku ishim atje të gjithë secili, gjithë ne aktorët që jemi kryesorët, duhet të flasim, të sjellim problemet, nëse duam konfronto. Jo që unë vi këtu, vetëm të gjoj politikanët. Narrativa është shumë e bukur, po ju nuk e keni den që do të thotë sakrifica, që do të thotë të mbarosh shkollën andej, ku ne kemi punuar 14 orë ditë dhe gjithë natë venim në biblioteka duke studiuar, pasi për kraje dhe pasi ndim.